Nuk kemi shpresë që për rezultateve të reja zgjedhjes kemi me pas për shembull me prue vetëndosjen në më pak se 41 deputet. Sepse nëse vetëndosja kish më 41 deputet. Po, domethënë, nëse arritje e mirë. Po nëse i ka në rastin tonë, vetëndosja si mi pas 41, si 48, nisoj se bllokon zgjedhjen e presidentit. Edhe për këtë arsye, na veç sillemi kod vërgllatim edhe vim zgjedhje pas zgjedhjeve, edhe nuk dalim kërkon. Po. Vështu që thuj mos t'i jap 41. Ata ndëgjojnë pak presidentën, mandej e kollatojmë, okej? Na nuk po... Sa të përfundon e gjë, okej? Që thuj për dihova, kur ai nuk do me dëgju, prandaj është me interes. Nëse deputetët mendojnë për interesin e Kosovës, është në interes me votu të qeveri, sepse kanë dorë, mujnë mërzu kur dojnë. Çdo moment mujnë mërzu, çdo moment mujnë me mbledh 61 vota, mërzu një qeverit pakicës. Ashtu që shta fillem. Po të rëdzu për rrisin ato. E pa të rëdzu në jashtë shtë, Nuk o që po tut në, po të tregoj për opozitë. Shikohu, ai u rrit për shkak që u shku, Hashim tha që kadria në shku atje në Hagë, për që ata... Se kish po me si për veti. Se 50% që se kish në rrit. Po, problemi edhe kjo hyrja në një gare president e Vjosës me vetëndosës, nuk dhe më thonë që arrit numërën e votave, absolutisht. Po le të bënë, bro, se s'me bënë me PDK. Problemi është që na jemi në ngërsh, edhe na duhet me mendu qysh me dalë për kësaj situate. Mënyra qysh me dalë për kësaj situate është thjesht me elon mu formu një qeveri cila dhe qoftë, me kry bugjetin, sepse bugjetin nuk e ka në dorë qeveria, mundet me propozu, po e ka në dorë parlamenti. Me bo ndryshimet kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes presidentit, me zgjedhje me vota direkte. Na nuk e muj me paragjykue që tash, për kësoj perspektive, nëse kishë me pas zgjedhje presidentit, as zgjedhjet Ramushi, as zgjedhjet Vjosa, as zgjedhjet Albini, as zgjedhjet Vlora Qitako, as zgjedhjet Lutfi Aziri, a dikush tjetër, a mune me paragjyku për kësaj situate? Jo, në dy raunde, për shembull, hajde që supozojmë, dalim del edhe Albini kandidan, edhe deli pari. Po në rundin e dytë, me qikatsh me 42% e 40%, a garanton që a i zgjedhjet, votohet? Jo, s'ka garant. Baba ki qaj që deli dyti, pra ndaj me qenë se nuk e dim kush ka me konë president, është letë më marrë vesh me thonë, hajde të bojmë mu zgjedh presidentin. Se s'pe thot Albini opozitës, urnoni, bëne ju një qeveri, kalimtare se për ju përstasin. Ajo mundësin, ja ka thonë presidentja. Albini urno bëne ju ishë opozita se për ju përstasin. Ata patër mundësin me imledh 61 në shkrinë. Patër mundësin, po, është të fajtru.